Lezhë po kalon një periudhë tranzitore si shkak i investimeve që po realizohen për sistemimin e kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza, duke krijuar anomali dhe vështirësi në lëvizjen e automjeteve në qytet. Në një deklaratë publike, kryetari i bashkisë Pjeri Ndreu ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, duke deklaruar se ndërhyrjet do të përfundojnë brenda një kohe të shpejtë, duke i dhënë zgjidhje problemit të përmbytjeve. Është një periudhë tranzitore e bezdishme me punime kudo në qytet, por që do mbaroj shumë shpejt. Çdo interpretim që flet për abuzime dhe për keqpërdorime dhe për mos komunikim është dashakeq. Ne kemi qenë kryetarë, kemi kërkuar opinionit publik që të shmang dalin me makina sepse qyteti do ketë një periudhë bezdije, po themi, por që ka një destinacion që do thotë që qyteti do të rikuperojë komplet historinë e përmbytjeve dhe të ujrave të zeza. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pjeri Ndreu, ka folur edhe për skemën e re të menaxhimit të mbetjeve, e cila do të nisë zbatimin më 1 qershor, duke u kërkuar qytetarëve që të zbatojnë atë. Nga ana tjetër, ka disa pretendime për oraret e pastrimit, ne po i adresojmë, janë shumë pak, por ka disa tendenca për ta sabotuar këtë, po jo them qartë dhe saktë. Kjo është një metodologji që ndodh në shumicën e qyteteve të botës, ata që e kanë në mend të jetojnë e të zhvillojnë vendin, duhet të zbatojnë skemën e re të menaxhimit të mbetjeve, nuk i kushton askujt asgjë që të mbledh mbetjet në qese dhe të nxjerrë në një orar të caktuar tek dera e shtëpisë. Nuk kuptoj se cila është vërtetësia. E vetmja vërtetësi që shpikin disa është që nuk do ta bëjnë. Por kjo është e detyruar. Ftoj qytetarët që të jenë bashkëpunues dhe të na mirëkuptojnë në punët e pa numërta që ne kemi filluar dhe do mbarojmë. Pas përfundimit të projektit të kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza, të gjitha rrugët e qytetit do të asfaltohen brenda këtij viti.